Një trokitje të madhe për kryetarin kampion të kryeqytetit për Barim Ramën. Para se të vi këtu në kodrën e trimave, më thanë vanohu se atje është prish zërimi. Thash nuk ka zërim që krymë punë për anjevë se në lidhës demokratikët Kosovës. Ne t'ju falenderoj nga zemra që po na jepni tubimin e jashtëzakonshëm të degës së parë, degës ikonike të lidhjes demokratike të Kosovës, degës e cila ka përcaktuar fitus, ka përcaktuar epoka, ka përcaktuar të ardhmen jo vetëm të Prishtinës, por dhe gjithë Kosovës. Një muaj më parë ju i dhatë përgjigje edhe beretave të kuqe, i dhatë përgjigje edhe blokadës, i dhatë përgjigje edhe sabotazhës. Një muaj më parë, ju zgjodhët lidhjen demokratike të Kosovës, zgjodhët për Barim Ramën edhe për 4 vjet e ardhshme. Dhe për këtë ju falenderoj nga zemra. LDK nuk është parti e rastit në Prishtinë, e as më pak këtu në Vranjevc. LDK është themel i Prishtinës, është fryma që ka mbajtur gjallë këtë qytet gjatë gjithë kohërave, edhe kur s'ka pas shtet, edhe kur s'ka pas institucione, edhe kur kemi pas sfida të mëdha. Këtu këtë lagjen, këto rrugë, këto fshatra, këto degë, është ndërtuar filozofia politike lidhjes demokratike të Kosovës, filozofia e Ibrahim Rugovës, filozofia e durimit, filozofia e mençurisë e orientimit perëndimor. Këtu është ndërtuar vetë lidhja demokratike e Kosovës dhe nga kodra e trimave, nga dega e parë, ka nis kushtrimi i djathtë për LDK-n gjithandej Kosovës. Dhe jam i bindur plotësisht duke e parë sonte këtu se na keni dhënë zemër shumë, na keni treguar se çfarë kodra trimave det bëj kur ngrihet këmbë për një me. Sot kodra trimave që nga rështu prapa LDK-s dhe numrit 1, 2, 3 pas një dyshim. Prishtina jon, Prishtina juj, këto vite, se që denit gjithë, jo që nuk është ndihmu, është bloku, projektet e Prishtinës janë dalë, investimet janë sabotu, vendimet komunale, më të mira që ka mund të merë dikush, janë penguar vazhdimsi. Kryeqyteti, Prishtina jon, është trajtuar si kundërshtar politik, jo si zemër e shtetit. Dhe natyrisht se kjo është e papranueshme. Prishtina nuk është pronë e askujt, Prishtina është e Republikës Kosovës, Prishtina është e prishtinazëve qytetarëve që e banojnë atë. Prandaj, dua ta them qartë, pa asnjë dilemë, ka ardhur koha që Prishtina jo vetëm të mos bllokohet më, por të ndihmohet fort me prioritet absolut nga qeveria qendrore e Republikës Kosovës. Dhe do të ndihmojmë fort 1.5 miliard euro investime për 4 vjetë për Prishtinën tonë. 1.5 miliard euro janë investime madhore që e transformojnë kryeqytetin. Dhe përfundimisht, pas 28 vjetorit, pas një kohë të gjatë pritje, edhe komuna, edhe qeveria do t'jenë me lidhjen demokratike të Kosovës, për t'i dhënë kështu një ndihmë e një shtytje të jashtëzakonshme, dhe do ndihmojmë me njëherë. Lejoni të zotojmë këtu para jush për disa prej projekteve kryesore të Prishtinës. Do ta ndërtojmë me njëherë unazën e jashtme të kryeqytetit, 29 km gjatësi dhe investimin e plot të mbështetur me garanci, me shpronësim
nga qeveria e ardhshme e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Bëni gati për unazën e jashtme, atë që e keni kërkuar gjithherë, atë do ta keni brenda 4 viteve të ardhshme. Dhe jo vetëm kaq, këtu në degën e parë, afër jush në Përnis, do ta kthejmë stadiumin kombëtar të Kosovës. 60 milion euro investim në stadiumin më të ri që ka pas Kosova ndonjëherë, dhe jo vetëm stadiumin kombëtar, pallatin olimpik, pallatin e sporteve, pishinën olimpike dhe gjitha arsyra tjera rekreative. 110 milion euro investime këtu në Bërnis afër jush, që ngjallin komunitetin, i japin fytyrë tjetër Prishtinës tonë. Mbi 60 hektar tokë, po ashtu këtu në Bërnis, do ndërtohet dhe parku më i madh teknologjik për kryeqytetin. Qendër kombëtare e inteligjencës artificiale, 45 milion euro investim mu në këtë anë, që të kemi qendrën më të madhe teknologjike që ka pas Kosova ndonjëherë. Për Bes, për degën e parë, për Vranjevcin, për fshatrat për rreth, nuk ka pas, nuk ka dhe s'ka me pas asnjëherë program politik me ma shumë të investime se ky që e kemi sot. Prandaj është juaje, prandaj duhet ta mbështesni, prandaj duhet ta votoni, se kjo është vërtetën e komunitetit tuaj. Lejoni zotuan po ashtu se do t'i ndajmë mbi 200 milion euro vetëm për Prishtinën, që mësimi tërditor të jetë në secilën shkollë të Prishtinës. Fëmijët e Prishtinës le të qëndrojnë 8 orë në shkollë, si çdo fëmijë tjetër në Evropë. E kemi nisë me 12 shkolla në mandatin e parë, komuna vetë pa qeveri, për mandatin tonë të ardhshëm qeveritar dhe këtë komunal, e gjithë Prishtina do t'jetë e mbuluar me mësimin tërditor. Përveç se në Prishtinë do të bëjmë spitalin e ri, edhe të Kosovës edhe të Prishtinës, përveç se do ndërtojmë teatrin e ri kombëtar, të operas, baletit, përveç se do të bëjmë muzeun e artit bashkëkohor, muzeun e paqes dhe rezistencës, Prishtinës i vjen një mbështetje e madhe qendrore edhe për shtresat e gjëra të shoqërisë. Prandaj më lejoni që sonte këtu para jush të zotohem për rritjen e pagave për çdo të punësuar në sektorin publik. 80.000 sosh punësuar në sektorin publik do të marrin paga të larta me koeficientin 150. Kjo do të thotë se çdo mësues në Kosovë do ta ketë pagën 1.000 euro në muaj nga janari vitit 2026, dhe kjo besoj është arritja më e madhe historike që kemi bërë ndonjëherë për arsim dhe për mësuesit tonë. 1.000 euro për mësues është zotimi ynë, siç është zotimi që do të dajmë mjete mjaftueshme për pagat e policëve, të ushtarëve, e zjafeksve me pagë bazë prej 900 eurove, e po ashtu për pensionistët e Kosovës, për njerëzit më dashur tonë, zotohemi unë, ekipi LDK-s, lista prej 110 kandidatëve, se jemi garant që pensionet tuaja do të rriten nga 150 euro në muaj në plot 300 euro në muaj brenda 3 viteve tona. Këto dhe zotime tjera i kemi në programin tonë, por ju lus që të mbështesni listën e plot të kandidatëve të LDK-s nga numri 1 deri numri 110 dhe juftoni në dorë rrugitje të madhe për secilin prej tyre. Janë kandidatë shkëlqyshëm, secili më mirë se tjetri, i mbyllni syt, i votoni 10, nuk keni gabuar, por para se të votoni të tjerët, votoni kandidatët e degës suaj. Hajde kodra zrimave! Gjithë e keni kollë, ma të mirë keni kollë, bravo! Bravo! Mirë mrama kodra zrimave, mirë mrama Prishtina! A të jeki krejt. Faleminderit shumë për këtë mipritje spektakulare. Ju dua me dashnin më të madhe, faleminderit që më keni dhënë përgjegjësi për edhe 4 vjet. Prishtina vjen me zgjedhje.
Kodra e Trimave ka tregu që nuk është thjesht vesnilagje, Kodra e Trimave kemi me karakter, është qëndres, është Prishtina e vërtet këtu fjala ka pesh, vota ka dignitet, e njerëzit këtu nuk mashtrohen let, nuk mashtrohen kur. Këtu manipulimet nuk kanë kalu kur. Propaganda gjithmonë o nol në derë. E dini që unë, si kryetari Prishtinës, e dini gjo shumë mirë. Që nuk bëhen gjonat veç me fjallë bukra, por me punë të vështira, me vendime që kërkojnë guxim, me përgjegjësi që nuk shmonget. E dini këto ju, e keni zgjedhë Prishtinën, koha për me zgjedhë Kosovën me lidhën demokratike, 1, 2, 3, me kryeministër Dr. Lumir Abdixhikun. E keni pa vetë që kur shteti vjen në dur të gabume, gjonat nuk shkojnë mirë. Sabotazha, blokada, gjonat të këqija për Prishtinë e për gjithë Kosovën. Prandaj është ardhur koha për me ja kthy vendit njerëz të cilë dinë e dojnë, njerëz që kanë kriju institucionet e Kosovës. Është koha me kthy lidhjen demokratike të Kosovës në krye të Kosovës. Apo ja nisim prej kësaj kodre, prej kodrës të Trimave, prej zemrës Prishtinës, me dalë mesazhi i qartë që Kosova ka nevojë për seriozitet, Kosova ka nevojë për stabilitet, Kosova ka nevojë për njerëz që dinë çka bojnë. Apo ja nisim prej këtujt me Dr. Lumir Abdixhikun. Edhe e dini që Lumiri e dënë Prishtinën me zemër, e dini këto, 1.5 miliard i ka nënshkru për kryeqytetin për Prishtinën tonë zemrës. 1.5 miliard. A e dini çka do të thonë 1.5 miliard? Dunoza e kryeqytetit, fshati olimpik, rrugë, shkolla, e qerdhe e gzim tërditore, gjitha të mirat për Prishtinën tonë të zemrës. E kur e kemi Prishtinën e Prishtina o mirë, e gjithë Kosova është mirë. Prandaj është koha për me e qitë kryetarin e lidhjes demokratike të Kosovës në krye të Kosovës si kryeministër i arshëm, Dr. Lumir Abdixhiku, i cili nuk flet fjalë boshe, i cili ka punë, ka vizion, ka edhe bashkëpunim të drejt për drejt me kryeqytetin. E kur ne bëhemi bashkë, nivel lokal e nivel qendror, s'ka kush na nol. S'ka kush na nol sot, s'ka kush na nol nesër, s'ka kush na nol për 700 vjet. Sepse kur Prishtina flet, Kosova gjithë ndëgjon. Faleminderit Kodra e Trimave.